Hello, hello! I missed you! Ka plas vapa edhe me ziprest vinë me montu kondicionerat sepse nuk jetohet. Kjo shkalla, nese. Unë duhet me marrë sa sene, duhet me marrë këto, edhe këtë, edhe baby oil. Do shkoj takoj Sindin dhe Janicën, sepse Sindi do mregulloje thonjt e kamve. Edhe plus, do mbëje kështu wax, qeretta, depilim, se di si thuhet shqip wax, me thënë qeretta. Nejse, më duhen gjitha këto, se mund të kisha bëj edhe vetë, po duke qenë se do mregulloje thonjt, pse mos më bëj edhe këtë punë, se është mregulloj me ta bë dikush tjetër. Mundësisht edhe të krahët, se edhe të krahët kanë dalë sa qime. Do ishte mirë më marrë një qese, nejse nuk gjeta qese më të vogël, po marrë këtë çantën. Edhe do fusim këto, dyja, përveçse se një do mjaftoje, por nuk I dihet asnjëherë, you never know. Dhe trishe, edhe baby oil, edhe nisna. Po sot, çfarë mood jemi? A jemi A jemi mood me ngju muzik, a jemi mood me bë muhabet? Me siguria mood me nerva, se nuk më kanë dalë vetullat mirë sot. Po, nejse, se nuk mund dalin gjithmonë perfekt, si shpresoj unë, po, ka njëherë ndodh. Gjithsesi kjo vapa të ban pak mood me nerva, s'ke ka shkon, sidomos sepse jam duke pas shumë vështirësi të shtëpia me regjistru nga që kam nez freskusen, normal se nuk durohe, ama freskusja bën zhurmë, edhe kur regjistroj e kam bezdis që të ngjohet, edhe kjo punë nejse, sepse për pak ditë do vinë me montu kondicionerat, edhe ma në fund do jetoj ma mirë, do regjistroj ma mirë, do flej ma mirë, se krejt puna edhe te fletmja, edhe macet janë duke vujt se aq vap nuk durohet. Qa do na me ngju? Hajde se do fusim I muzik sot. Sot do fusim një muzik, qa muzike? Apo do na muzik në re, Ghetto Cheesy. Jam duke ngju këto muzik edhe me zi po pres të vije data me ikë Shqipëri, sepse do ikin Shqipëri me Sindin, shoqen time. E me zi presim, sepse baba ja tjeta këtu edhe normal kena qef me arë Shqipëri. Me bë pak plazh, me shëtit, gjatë ditës du t'jem në plazh, sepse shumë vap. Vetëm në dark mund të vërdallisem, vetëm në dark. Gjithsesi jam në mood vere, edhe me zi pres me I Shqipëri. Kjo muzikë edhe më pëlqen, po edhe më fut në depresion. Kur ishte me 31 maj, ishim në Firenze te një diskotek, edhe ishte Kapital T ftuar special, edhe ja kemi kalu super. Betojmë që Kapital T ka kriju një atmosferë fantastike, edhe nuk ka nejt vetëm 10 minuta I qere kore, 20 minuta max, po ka nejt Pakte një orë, mos edhe ma shumë se një orë. Edhe më ka pëlqyer shumë. Me 28 qershor do jemi përsëri në Firenze, sepse është muziku, ju pres në Firenze për muzik. Diskoteka quhet Hotel. Nëse e kërkoni në Instagram Dua Events ju del. Nuk e kam pas njëherë muzikun live. E maj mend që kam pas me e pa në Durrës para disa vitesh, po nuk erdhi pastaj, se di pse. Nejse, nuk erdhi ai, edhe kemi pa Unikatilin, mos gabofsha. Imagjinoje sa fatin e kam. Shpova gomën! Nuk është shpova unë, po diçka në rrugë, tash po ta tregoj. Si tip gozhde. Ja, shife. Këtu. Ej zot. Nuk e kuptoj, më kanë marrë në fysh, a qa po bëhet, nuk e di që makina ime 1 e 2 e ka një problem. Basta! Nuk durohet ma. O David, ku je se u kalla? Erdhi Davidi. Erdhi shpëtimi. Cheese! Say cheese! Say cheese! Say cheese! Ares! Ciao! Qatem. Unë nuk e di Davidi, po e sistemon tani, gjithë kjo ishte te goma. Kjo kishte hye dhe kishte shpu gomën. Shnosh. Ta maj kujtim.
Po pyesim popullin e YouTube-it çfarë mendimi keni për këtë tatu. Si më than? Tamarro in albanese. Balorda in albanese. Maranza. Cos'è che c'è? Without regret. Madonna, raga, non so cosa dire. Senza pentimenti. Non so cosa dire. Jani, ma che cambia? Nuk jena dakord ne për këtë tatuazh. Po Jani do e bëj gjithsesi. No. Lo fai lo stesso? Sì, me lo faccio. Te lo vuoi fare proprio come tatuaggio? No, è un po' troppo grande. È un po' grande, Sì. sì. Cioè, a me la scritta così piace, il fatto così Sì, piace. ma è non così grande. grosso. No, ma- Din action. Hajde, jepi drejtim. Tani do më heqi manikyrin e pastaj do më bëj një French të bukur. Pastaj do më heqi, do më bëj qereta. Si thua qereta shqip? Depilim. Hajde, jepi tash. Scuglio. Resterà tutto rosso perché Vero. mi hai colorato pure il dito perché non avevo unghia. È vero. Nuk hiqet ajo e vogla sepse e kam thozin aq vogël sa që më ka vu pak manikyr edhe jashtë sepse më duket se sigur s'kisha thoz fare. Shifi Jani sa bukur. Skëtseni ha më C'è pure. Oh no! Oh no! La polizia no! Comunque devi mettere un i piedi. Comunque kemi hangër dark. Wow! Kemi hangër dark, po pim pak ven, edhe Sini tani do më rregulloje thojzat, se jena për rrugë, për pushime. Già le unghie mini! Dove cazzo deve aderire il gel? Oh, in bagno sapete dov'è l'acqua? Vai a prendere una bacinella che non sia bucata, Cindy. Janë kam të Super cute. Ma A perché pëlqen? così? Super cute. Pëlqen? Wow! Pas kemi qërshim! Sa të mira. Mega Ma jemi një shpejt. Faccio sotto. Jani ca na solli qërshia, tani Cindy do mboje depilimin e këmbëve. Edhe natën, no, ka me pre flokët Cindy që doja presi Janica. Opa ura raga. First reaction. Madonna. Madonna, guarda. Si lule shtrydhe. No, lule shtrydhe. 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 Strude. Shtrydhe. Strude. Shtrydhe. Strude. Shtrydhe. Fammi piano. Stry. Stru. Stry. Strude. Stry. Strude. Shtrydhe. Strude. No, vabbè. Stry. No, vabbè. Cindy gjum. Ne po shohim një film edhe do ham ca znek. Që maskota, Mona Doji. Fajot, mos lujeq. What the hell? What the hell out there? A mos e i sudat. Edhe është dirësit, po edhe mulohet. Natën, baby. The next day. Dje fletëm gjumë të shtëpia Janicës, kamera s'ka karikim, makina është në gomë rezervë, që dhe shme thana diçka tjetër nuk shkon, kam uri. Fletat e shtëpia Janicës, harrova që kisha me shku sot në gjeste Sofia, veç kur fatmirësisht më doli gjumi edhe më kishte shkryt Aurora, mami Sofis, edhe më kujtu, edhe u qova direkt me ikte Sofia. Nëse tani erdhe në shtëpi ndrova bluzën, do dal për drejt me nusën e dajës, do ham sushi,
edhe pastaj do iki ti ndroj gomën makinës. Edhe nuk e di pse, po frikson pak me hec me gomë rezerv. Jo se nuk e di pse, po nga që nuk supozohet hecesh me gomë rezerv, po nejse. Duhet me unan me bë disa blerje, ca sene. Kam blerë dhe këto për kyçin e kamës, duken shumë cute, edhe do t'i provoj pastaj 1 euro. 1 euro. Kamet e mia sot e kanë marrë veten se ishin skuq shumë nga depilimi dje. Edhe krahat janë më mirë. Të pastra, ama kam një super cute këtu shife. Pane koniljet të quhet buk lepur. Shife si e ka formën, pak a shumë si lepur deri diku, me këto syte e kuq, edhe me qumë shpanda. Shumë cute. Se që ka shkruar këtu, Happy Life. Këto pjatat e tjera bosh, po hajt s'ka rëndësi. Të të pëlqen qumë shqipanda. Mos provoje. Se di që jetu hum brum me qumë shpanda. Du me mbyll videon duke fol për një temë të rëndësishme. Edhe e di që nështë anë gjeni pak zhrumë sepse kam freskusen, po s'kam që i bëj. Tema e rëndësishme sot është ankthi. Unë gjithmonë kam fol hapur për këtë pjesën e ankthit e për faktin që e vuj, e kam vuj, kam pas periudha ku kam qenë ma mirë, kam pas periudha ku kam qenë shumë keq. Nuk e di çapo ndodh të kohët e funit. Prandaj e jap gjithmonë si këshill që komunikoni, do të thënë ndrrini afër njerëzve që e dini që po e kalojnë diçka të tillë, po mos i stresoni me shumë pyetje, sepse edhe unë kur e pyes veten time çapo ndodh, është gjithçka në rregull, pse po të kap ankthi, pse po të kap paniku, nuk jap dot shpjegim vetes time, nuk jap dot një përgjigje se pse, çka ka që më shqetëson. Do të thënë unë e di ndoshta që i bëj shumë pyetje vetes pastaj që më çojnë në atë pikë që të kem ankth, ama nga hiçi, jam mirë të kap. Edhe di të bëj një shembull, një epizode, po dilja me shoqet, edhe isha në makinë vetëm, duke shku te shtëpia e shoqes time. As nuk e di se qa ndodhi, as nuk e di se qa menova, në menjen time unë nuk menova sen. Isha duke ngju muzikë, veç kur u detyrova me ndal makinën, sepse isha të më dridh trupi. Më thanë më kapën mizat në gjithë trupin, më kapën mizat të hunda, të ftyra që e di kur më kap miza këtu, të hunda, e di që nuk jam mirë. E di që është një moment ku duhet me thanë, ok, 2 minuta pauzë. Fatmirësisht kisha ujë në makinë, edhe thjesht urnala, zbrita nga makina, ishte pak fresk në darë, që zbrita nga makina, piva pak ujë, edhe thjesht nejta 2 minuta sa u qetësova, ama me të vërtet të betohem që nuk isha duke menu për asnjë sen, se nga një herë menojm që ankthi vjen nga menimet që ne kemi, ama të betohem që isha thjesht duke ngju muzikë. Disa herë këto menime nështë janë kaq thellë në trunin tonë, sa që s'pjes nevojë me menu. Edhe vinë vetë, edhe të bëjnë direkt ndihesh keq. Gjithmonë nalem pasaj kur ndodhin këto epizoda edhe thjesht lutem, sepse unë e kam thënë edhe herë tjera. Çdo moment që unë kam kështu epizodash, po edhe kur s'kam, sepse unë çdo natë kur ulem gjumë e bëj një lutje, edhe gjithmonë e kam thënë edhe gjithmonë do ta menoj kështu që në qoftë se unë e lejoj ankthin tim ose panikun të bëhet pjesë e jetës time çdo ditë, të më shkatroje ditën, edhe t'ja lejoj, do të thënë që mbizotëroje ndoshta mbi menimet e mia pozitive, i bie që unë mendoj që Zoti nuk ka një plan tjetër më të mirë për mua. Edhe unë këtë nuk e mendoj. Kështu që prandaj kur ndodh, por edhe kur jam mirë, thjesht lutem, se e di që të kesh ankth, do me thënë sikur mendon apunto që Zoti nuk do të bëje mirë për ty. Po do bëje, kështu që s'ka ka shkon. Okej? Ky YouTube im është ditari im personal, tash njerëzit e dinë edhe çdo menim që më vjen unë e shprehi, sepse e di që ato viewers që kam janë njerëzit me shumë mundësi, njerëz që më kanë mbështet që nga fillimet. Prandaj ndihem aq confident të shprehem në YouTube, se sa ndoshta në kanalet e tjera. Gjithë kjo ishte me thënë se nuk je vetëm. Me thënë nuk je vetëm, se nga një herë në rrjetet sociale mund duket sikur jeta është perfekte, mund duket sikur jemi mirë, edhe s'kemi asnjë problem, ama nuk është e vërteta. Do t'ja dalim. Kjo ishte videoja për sot. Shpresoj të ketë argëtuar sadopak, edhe nëse ke dëshirë të shohësh më shumë content nga unë, thjesht shko te Instagrami edhe TikToku, edhe shikojmë në videon e radhës. Paqim!